Në seancën që mbaj pas ditën e vonë të 5 nëntorit 2024 në sallë ishin veç deputetët e vetëvendosjes. Këta atë mbrëmje në rendin e gjatë të projektligjeve që i votonin unanimisht e votuan në lexim të parë edhe projektligjin për lojrat mesdhetare 2030. 62 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, konstatoj që Kuvendi e miratoi në parim projektligjin për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Për shkak të urgjencës që të miratohet në plotëni, deputetët votuan që të shmangen procedurat. Ndaj me mirë kuptim dhe për arsyetimet që përmendëm më herët, ju lutem që të bëhet shmangja nga fatet procedurale dhe me këto dy leximet. Ju faleminderit shumë. Kuvendi i miratoi këtë shmangje të fateve procedurale, kështu që vazhdojmë sipas atyre që u propozuan dhe u votuan në Kuvend. Por për shkak të ngutisë së asaj nate, 14 muaj më vonë ligji u rrëzua nga gjykata kushtetuese, e cila konstatoi se deputetët e vetëvendosjes ju shmangën procedurave të Kuvendit. Përkundër vonesës së shkaktuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, besojnë se nuk rrezikohet zhvillimi i lojrave mesdhetare. Mendoj që do të rregullohen të gjitha, sepse janë çështje teknike, nuk janë përmbajtësore shumë, ndoshta në kuptimin që mund të jenë pengesë për mbarvajtjen dhe organizimin e garave, dhe janë çështje teknike që mund të rregullohen shumë shpejt dhe pastaj proceset do të zhvillohen pa ndonjë pengesë. Në këtë drejtim pritet që rishtazi të zhvillohet edhe një takim. Komiteti Olimpik i Kosovës bashkë me aktorë të tjerë do të ulen shumë shpejt dhe të ndryshojnë ato të cilat nuk kërkojnë me ligjet tona. Krahas atij për lojrat mesdhetare, kushtetuesja i rrëzoi edhe 11 ligje të tjera që ishin miratuar në atë seancë të 5 nëntorit 2024.